Klubi i Karates Azial nga Gostivari ka shënuar një sukses të rëndësishëm në kampionatin shtetëror të mbajtur në Shkup, duke u renditur në mesin e 7 klubeve më të mira në Maqoni. Sportistët e klubit kanë fituar gjithsej 6 medalje, 2 të arta, 2 të argjenta dhe 2 të bronzta, rezultat që trajneri Berat Jakubi e vlerëson si dëshmi të punës së vazhdueshme dhe progresit të ekipit ndër vite. Sipas tij, ky rezultat nuk është i rastishëm, por pasojë e konsistencës në stërvitje dhe përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së sportistëve, të cilët çdo vit po arrin rezultate më të larta. Dje jemi kthyer nga kampionati shtetëror, i cili u mbajt në Shkup, dhe ne si klub arritëm sukses të jashtëzakonshëm me 6 medalje, ku 2 ishin të arta, 2 të argjenta dhe 2 të bronzta. Dhe me këto medalje ne u ranguam te top 7 klubet më të mira në Maqoni. Dhe kjo është një arritje e madhe për klubin ton, sepse kjo tregon konzistencë në punën tonë dhe tregon që ne për çdo vit jemi duke punuar dhe duke bërë suksese më të mëdha nga vitet e kaluara, dhe mund të them lirisht që deri dje nëse nuk kam patur shpresë apo nuk kam besuar se dikush mund të arrijë medalje ballkanike, tash edhe besoj nga këto nga performanca e krijuar në këtë garë të fundit, treguan nxënësit karateistët që në kampionatin ballkanik të ardhshëm ka potencial për të arritur edhe medalje ballkanike. Jakubi shpreh gjithashtu optimist për gara ndërkombëtare, duke theksuar se performanca e treguar në kampionatin shtetëror ka rritur besimin se ekipi mund të arrijë edhe medalje në kampionatin ballkanik që mbahet në Turqi në fund të muajit maj. Vetë fakti që këto arritën që të korin sukses dhe të marrin medalje në këtë kampionat shtetëror, automatikisht këto 6 garuz të cilët u stolisin me medalje, automatikisht janë edhe pjesë e reprezentacionit të Maqonisë, të cilët do të marrin pjesë në kampionatin ballkanik në Turqi, që do të bëhet në fund të muajit maj. Muhamed Elezi, Asja Saiti, Norik Pajaziti, Aiza Abdullahi, Sara Asani, Ali Aliu, Andra Muaremi, Anu Elezi janë përfshirë edhe në përfaqësuesin e Maqonisë dhe do të marrin pjesë në kampionatin ballkanik që do të mbahet në Turqi. Për medaljen e mora vendin e ditë dhe arrita ta marr vetëm se kisha një finale. Në këtë garë nuk kisha fat dhe sun mora vend, por do të vazhdoj të stërvitem dhe do të provoj më shumë që të arrij edhe suksese më të mëdha. Në këtë garë arrita ta marr vendin e tretë dhe kundërshtarët ishin shumë të fortë. Shpresoj se herën tjetër ta marr vendin e parë. Te karate në Gidera mbesh. Në karate shkoj prej 5 vitesh dhe në këtë garë pata 3 ndeshje dhe i fitova të gjitha. Dola e para, duhet të vazhdoj kështu si kampione. Në garat e kaluar, unë kisha 3 gara, por 2 gara i fitova, por në finale humba. Jam e gëzuar që ka fituar vendin e dytë dhe shpresoj që herën tjetër në ballkanik ta fitoj vendin e parë. Kjo është gara e tretë që unë marr pjesë. Unë nuk mora vend. Shpresoj që vitin tjetër në gara shtetërore që të marr ndonjë vend ose vendin e parë. Arrita ta fitoj vendin e parë në këtë garë dhe jam kampion shtetërore tani. Kisha di lufta dhe një finale dhe i fitova krejt dhe jam shumë e lumtur me rezultatin tim. Unë jam shumë e gëzuar me arritjen tim në garat e fundit në kampionin shtetëror. Unë fitova vendin e tretë. Nuk thom se ishin kundërshtarët e dobët, ishin të fortë, ju uroj gjithëve sukses. Ndërkohë, klubi po punon edhe në zgjerimin e hapësirave të stërvitjes, me synim krijimin e një salle më të madhe dhe më profesionale për garuesit. Suksesi i fundit shihet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të karates në Gostivar dhe për rritjen e nivelit konkurrues të klubit në arenën ndërkombëtare. Kush jemi